Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Me këto fjalë Papa Leoni priti mbretin Charlesin III dhe mbretëreshën Camilla në Pallatin Apostolik. Çifti mbretëror britanik u prit në oborrin e Shën Damastit nga banda papale dhe garda zvicerane. Siç raporton Corriere della Sera, Camilla ishte e veshur me të zeza, siç e kërkon protokolli për mbretëreshat jo katolike që nuk gëzojnë privilegjin e të bardhës, pra lejen për të veshur ngjyrë të bardhë përpara atit të shenjtë. Ajo mbante një vello të zezë dhe në kokë nuk ishte kuror me diamant, ndryshe nga mbretëresha Elizabeta II në vizitat e saj deri në vitin 2000. Për këtë rast, Camilla zgjodhi një kuror me pend dhe gjethet punuar nga stilisti i njohur i shtëpisë mbretërore Philip Tracy. Mbreti dhe mbretëresha zbritën nga makina e tyre mbretërore në rrezet e diellit të tetorit, ku u pritën nga Monsignor Leonardo Sapienza dhe princi Mariano Hugo Windis Graz, përfaqësues të papës, në ajër ku mbonin himnet kombëtare të Mbretërisë Bashkuar dhe të Vatikanit, ndërsa flamuri mbretëror i Windsorit u ngrit për një ditë mbi atë papal në hyrje të Pallatit Apostolik, deri më i lartë ceremonial për një vizitë shtetërore. Në Vatikan u zhvillua shkëmbimi tradicional i dhuratave. Mbreti i dhuroi papës një portret të Shën Eduardit rrëfyesit, ndërsa papa i dhuroi Charlesit III një mozaik të realizuar në Vatikan dhe 2 orkide si simbol i qëndrueshmërisë mjedisore, një temë që shënon gjithë këtë vizitë shtetërore. Në bazilikën e Shën Palit, mbreti mund të kalojë përmes portës së shenjtë, duke bërë udhëtimin e jubileut, gati si një besimtar katolik. Që në momentin e shpalljes së vizitës, mbreti Charles e kishte shprehur dëshirën për të marrë pjesë në jubileun e shenjtë 2025. Në frymën e ekumenizmit, më vonë gjatë kësaj agjende, Charlesi do të marrë titullin vëllanderi nga murgjit benediktin të Shën Palit, ndërsa vetë Papa Leoni do të shpallet nga kisha anglikane për herë të parë në histori. Në këtë mënyrë, në Rom do të ketë një vëlla mbretëror në Shën Pal dhe në kapelën e Shën Gjergjit në Windsor një vëlla papal. Gjatë takimit në Pallatin Apostolik, mbreti i dorëzoi papës ndërimin Knight Grand Cross of the Order of the Bath, ndërsa papa do t'i përgjigjet me titullin kalorës i Kryqit të Madh me jakën e urdhrit të papës Piui IX. Mbretëresha Camilla do të marrë titullin zonja e Kryqit të Madh, e të njëjtit urdhër. Pas ceremonisë, papa dhe mbreti u bashkuan për një lutje në kapelën Sistine, një akt simbolik që mbyll plagën e ndarjes fetare që prej përçarjes së mbretit Henry VIII më shumë se 500 vjet më parë.